Eliona u ul pranë Benitës dhe filloi një bisedë serioze, duke i shpjeguar vendosmërinë e saj. Ajo i tha qartë se kishte një qëllim të veçantë dhe se nuk do të ndalet derisa ta arrijë, donte ta bënte Claudin të lindte të dashurën e tij aktuale dhe të ishte vetëm me të. Eliona theksoi se nuk i bën përshtypje fakti që Claudi ka lidhje jashtë ose ndjenja për dikë tjetër, për të kjo nuk është pengesë. Ajo i shpjegoi Benitës se ndjenjat e saj për Claudin janë të forta dhe reale dhe se çdo gjë tjetër përreth nuk ka rëndësi, madje as marrëdhënia e tij jashtë. Eliona shtoi se nuk ka frikë të përballet me situatat më të vështira dhe se është e vendosur të përdorë çdo mundësi për të fituar zemrën e tij. Gjatë bisedës, ajo u shpreh se nuk ka ndërmend të lejojë që ndonjë pengesë të ndryshojë qëllimin e saj dhe se çdo hap që do të bëjë brenda shtëpisë është i menduar për të qenë pranë Claudit. Ajo i tha Benitës se nuk është vetëm një dëshirë e çastit, por një vendim i fortë dhe i menduar dhe se ndihet e sigurt që ndjenjat e saj do të triumfojnë, pavarësisht çdo pengese që mund të lindë. Eliona pohoi gjithashtu se nuk është e frikësuar nga ndjenja që Claudi mund të ketë për të dashurën e tij jashtë, dhe se ajo do të vazhdojë të jetë e vendosur dhe aktive për ta pasur atë pranë saj. Në fund, ajo i përsëriti Benitës me vendosmëri se nuk i intereson se Claudi ka të dashur jashtë dhe se nuk do të ndalet derisa ta bëjë atë të përkushtohet vetëm për të. Duke treguar qartë pasionin dhe vendosmërinë që e karakterizon.